asgjë më shumë nuk ma ngrov zemrën se sa kur shoh Kamzën, qytetin e punëtorëve, kaq shumë punëtorë e pensionistë mbledhur sot këtu për të quar njëri tjetrin dhe për të ngritur zëri për drejtësi shoqërore. Unë kam hyrë në jetën publike, si që tha Klodi, shumë herët, rreth 14 vjet më parë me një merak të madh. Se doja që në Shqipëri të flitej për herë të parë mas shumë viteve për njerëzit me punën e cilëve mbahet në këmbë një shtet dhe një shoqëri e tërë. Për ata që shfrytëzohen ditë e natë dhe për cilat askush nuk kujdeset, për punëtorët. Prandaj jam shumë i gëzuar sot që në Kamzën e punëtorëve kaq shumë punëtorë, pensionistë, profesionistë e qytetarë na kanë hapur dyert e zemrës dhe për na mirëpresin. Ju falenderit. Tembel e Llafazan i ka quajtur punëtorët shqiptarë. A e dini kush? Jo një oligark, se ata e mendojnë e thonë, por kryeministri që mos e paqim i Republikës së Shqipërisë. Famkeqi Edi Rama, më shumë se një herë, i ka quajtur punëtorët shqiptarë tembel e Llafazan. U ka thënë sipërmarrësve shqiptarë, merrnin punë Bangladeshas, merrnin punë punëtorë nga mbrapa botës, vetëm shqiptarë jo thoshte, se shqiptarët vetëm dinë të merren me llafe e të thonë liri e demokraci. Madje, i thosh një pronar i pasorie në Shkodër para disa viteve. Edhe Bangladeshas i du thoshte, kur të mësojnë Shqip, përzini e merrni Bangladeshas tjerë, sepse edhe Bangladeshasi do e hy kjo smundja e dembelizmit dhe e mungesës punës. Si ka mundësi që ky njeri flet në këtë mënyrë për qindra mijëra, miliona njerëz të punës në Shqipëri, që me punën e tyre paguajnë edhe rrogën e tij të majnë mbi 3,5 milionë lekë, por të mos fol pastaj për milionat e miliardat që ai dhe sëra e tij e politikanëve të korruptuar zhvasin çdo vit nga pasuria jone e përbashkët. I njëjti njeri, punëtorëve, po jo vetëm punëtorëve, por shumicës punëtorëve, atyre që kanë zgjedhur që të mos votojnë më për partinë e korruptuar socialiste, i ka quajtur çyryk dhe njerëz me bisht. Ma ngacmojnë që këveshin kjo njerëz me bisht, se mbaj mend që një libër të Ismail Kadares të ftes studioja, Kadareja ynë i referoi një kryeministri serb të fund shekullit të 19, një farë Vladan Gjorgjevici, një racist maskara, që i quante shqiptarët e asokoshëm majmune njerëz me bisht. Këtë Vladan Gjorgjevicin tonë, ne kemi ende që mos e paqim kryeministër të Shqipërisë. Qenia e tij çdo ditë në karrige është një fyerje dhe poshtrim për të gjithë shqiptarët dhe më parë për njerëzit e punës të Shqipërisë. Ky njeri që mos e paqim më kryeministër, po ashtu, më shumë se një herë, ka thënë se fatmirësisht në Shqipëri nuk ka sindikata. A i thot fatmirësisht, po çdo njeri me pak mendje, pak zemër, do thoshte fatkeqësisht, se nga që në Shqipëri nuk ka sindikata sot, shqiptarët mos dëgjoni gënjeshtra, sipas statistikave të institucioneve ndërkombëtare. Shqiptarët janë një nga popujt që punojnë më shumë orë pune në javë. Shqiptarët janë një nga popujt që paguhen më pak në muaj. Punëtorët shqiptarë, gjysma ose më shumë e cilëve, pikërisht se nuk ka sindikata të forta, punojnë në informalitet. Ka edhe më keq, numri i vdekjeve në punë, krahasuar me numrin e banorëve, është një nga më të lartët në Evropë. Dhe sipas Kokoroqit e të korruptuarit që kemi për kryeministër ende, ky duhet ishte një lajm i madh në vend që të reflektonin gjithë si shoqëri dhe të prisni mendjen se si mund t'i ngrinim sindikatat. Dje, po thosha diçka të gjashme në Vlorë, e mu ngrit një burr ande nga fundi
I reshtave edhe më tha që në fakta është Sali Berisha ai që i ka shkatruar sindikatat I pari. I thash drejt, dora në zemër, në fillim viteve 90 ka qenë Sali Berisha që I komprometoi dhe I shkatroi sindikatat. Sindikatat si puna e sindikatave të miratorëve të valjesit, si sindikatat e punojnësve të porteve, si sindikatat e sa punëtorëve tjerë. I komprometoi duke u dhënë usurpatorëve në kryet atyre sindikatave pasuri prallore me cilat ata sot janë bërë milionerë. Mirë po, atë që e nisi Sali Berisha në vitet 90 me sindikatat e vjetra e vazhdoi në tjetër rrugë dhe po e vazhdojnë Edi Rama. Gjatë qeverisjes të Edi Ramës, çdo tentativë e punëtorëve për të ngritur një sindikat ka përfunduar me heqjen nga puna të kryetarit sindikatës dhe shkatrimin e organizimit sindikalist, duke nisur nga sindikata heroike e minatorëve të bashkuar të Pulqizës, që në vitet 2019-2020 ngriti pishtarin e sindikalizmit të ri në Shqipëri, u nglodhën 300, 400, 500 minatorë, luftuan një luftë pa barabartë, tamam si Leonida me spartanët e tij në betejën e Termopileve, 300 me 1 milion, edhe ata ishin 300-400 burra që kishin përballë një shtet të tërë, një qeveri të korruptuar, një opozit komprometuar dhe një oligarkur më të pasur dhe më keqbërës në Shqipëri, Samir Mane. Luftuan si herojnë të kohës tonë dhe u mundën. U mundën sepse I kishin gjithçka kundra dhe në krah kishin vetëm ne, aktivistët e lëvizjes bashkë, që I qëndruam me krenari dhe sot, mbas 5 viteve, 6 viteve, ne përsëri sjellim këtu në Kamz kumpin e minatorëve të Pulqizës, e naftotarëve të Pallçit, e punëtorëve të fasonerisë, e punëtorëve të ndërtimit, e punëtorisë shqiptare, më të bukurës, më të gjallës, më të fortës shtresë shoqërore në Shqipëri. Ne si parti krenohemi se në radhë të parë jemi lëvizja që kërkon të përfaqësoj interesat e drejtat e punëtorëve e njerëzve të punës, e punëtorëve të krahut dhe të mendjes, e punëtorëve të fabrikave dhe të zyrave, e profesionistëve shtresës mesme, por edhe ish punëtorëve, të pensionistëve të 700.000 grave burrave që kanë punuar një jetë dhe sot nuk u del pensioni as për buke djathtë. Dhe kjo nuk është metaforë. Pjestojeni 100.000 lekë e pensionit me 30 ditë muajit dhe më thoni nëse del për buke dhe djathtë. Ç'është ironikja? Po të thoni në autostradën Tiranë-Durrës do të vini re billboardat partive politike, PS dhe PT. Edhe secili aty shkrep premtimet e veta. Njëri më bujar se tjetri. Lexova një premtim të Partisë Socialiste, thoshte pensioni mesatar thoshte 400.000 lekë. Dora Zemër, çfarë bëhet kështu? Ne Partia Radikale, ne Partia Utopike kemi shkuar deri te 330.000 lekë pensioni mesatar nga 180.000 lekë që është sot. Shnemër e ky Edi Rama na premtoka 400.000 lekë pension. Edhe hyra të llogarive, pyeta veten, por sa ka qenë pensioni mesatar kur Edi Rama e ka marrë pushtetin në 2013. Dhe si pas të dhënave zyrtare, në 2013 pensioni mesatar ka qenë 120.000 lekë. Për 12 vjet e kanë bërë 180.000 lekë. Pra është rritur 28% në 12 vjet. Pra në 12 vjet 28%. Tani në 4 vjet ky mashtrues premton që do të arrisë 122%. Në 12 vjet 28%, në 4 vitet e ardhshme na thotë ky rapur Zafer për t'i kthyer patutën, premton që do t'a I bëj pensione 400.000 lekë. Këta që e vjedhin këtë popull, këta që e shfrytëzojnë këtë popull, këta që e mashtrojnë këtë popull, këta se kanë për gjë as të tallen dhe ta nëpërkëmbin këtë popull. Prandaj lëvizja bashkë, duke ju ftuar që të bashkoheni në aksionin tonë, jo vetëm me votë, po edhe me zemër, ju kërkon mbështetje para 11 maj, në 11 maj, pas 11 maj, sepse vendi ynë, Shqipëria jone e bukur dhe e dashur, duhet të transformohet.
duhet të shtrohet në një vend vërtet demokratik, vërtet begat, me drejtësi shoqërore, një vend që respekton të drejtat dhe dignitetin në fund. Në punë, faleminderit shumë.